Situata në Nardë duket se nuk përcillet në të njëjtën linjë nga qeveria dhe Partia për të Drejtat e Njeriut. Zëvendës ministri i Bujqësisë Jani Babi, edhe pse i përket Partisë për të Drejtat e Njeriut, ka mbajtur tjetër shëndrim nga ai partisë, dhënë pas ditën e të hënës. Për News 24, duke përçuar zërin e qeverisë, zëvendës ministri i Bujqësisë dhe Administrimit të Ujërave Jani Babi deklaroi se situata në Nardë është nën kontroll dhe se nuk ka çarje të trasesë argjinaturës së Selevecit. Unë jam kontaktuar edhe me kryetarin e komunës Nardës, me zotin Berberi, i cili më tha që situata është shumë në rregull, është në normalitet, nuk ka asnjë problem, prandaj dhe zërat që po thuhen nuk ka asnjë realitet në lidhje me këtë situatë. Prandaj doja të përgjigjësoj edhe në televizor me qëllim që njerëzit mos e flasin në mënyrë të pa përgjeshëm dhe të krijojnë situata të tilla të frikshme për të futur frikën të njerëzit. Por sa kaq, Partia për të Drejtat e Njeriut ka ngritur shqetësimin e përmbytjeve të shkaktuara nga mbyllja e 4 portave që lidhin lagunën e Nardës me Selevecin, duke shkaktuar përmbytje masive artificiale. Partia për të Drejtat e Njeriut i ka bërë thirrje strukturave shtetërore, qendrore e lokale të monitorojnë situatën. Kërkoi vëmendjen e strukturave shtetërore në nivel lokal dhe qendror për monitorimin sistematik të situatës, për evitimin e përkeqësimit të mëtejshëm të saj dhe daljes nga kontrolli. Në të njëjtën kohë, kërkohet dhe marrja e masave të menjëhershme për eliminimin e pasojave dhe normalizimin e kushteve për jetën e qytetarëve dhe komunitetit. Situata paraqitet problematike edhe nga kreu i Partisë Demokratike Mojsi Meminaj, i cili raportoi në një lidhje telefonike për News 24 se ka rritje të nivelit të ujit. Meminaj bëri thirrje të parandalohet sipas tij një katastrofë. Situata vazhdon dhe rëndohet. Sot kam inspektuar argjinaturën e Selevecit, prujet e ujit janë shumë të mëdha, janë hapur portat, uji po vërshon drejt Nardës, banorët e Nardës kanë dhënë alarmin.